Drejtori i shkollës mori për grua motrën e rojes së shkollës. U bën gru bashk dhe sa herë mungolte në mësuese apo mësues në shkollë, i thoshte rojes futu dhe jep ti mësim. Pas një kohe, drejtori i shkollës shkoi dhe u bë drejtor arsimi. E mori rojen dhe e vuri drejtor shkolle. Më pas, shefi i shkollës u bë ministër i arsimit. E mori rojen dhe e kaloi në vend ti drejtor arsimi. Më pas, del një urdhër nga ministri që të verifikohen të gjitha diplomat dhe aftësitë e të punësuarve në sektorin e arsimit, për të parë se cilat janë aftësitë e tyre. Trembet roja dhe i telefonon ministrit, burrit të motrës, dhe i thot: "Si do t'ja bëjmë, zoti ministër, sepse ti e di që unë jam në gjendje të vështirë, nuk kam asnjë lloj diplome." "Mos u mërzit", i tha ministri, "se ja kam bërë llogarinë dhe për këtë. Kam vënë kryetarin e komisionit të vlerësimit të diplomave." Dhe ai rriqet. Fundjavë të mbarë.